Në Prishtinë është bërë pothuajse e zakonshme që të dalësh në qytet e të përballësh me ndonjë grumbull mbeturinash. Rrugë, lagje e hapësira publike gjithnjë e më shumë po ngjojnë me deponi. Tash disa kohë Prishtina është e stërë mbushur me mbeturina e jo vetëm kryeqyteti, por edhe vendet e tjera të Kosovës, cilët po e kanë këtë problem me mbeturinat. Qytetarët ende vazhdojnë t'i hundin mbeturinat vende pa vend. Ani pse tashmë është paralajmëruar që do gjobiten 500 euro për mbeturinat të cilat hudhen, edhe mbeturinat do thotë ato inerte të cilat nuk e kanë në vendin. Ani pse komuna ju ka bërë të lehtë qytetarëve për të shkuar edhe për ta lënë terminin e saktë se kur duhen të hundin mbeturina inerte, qytetarët vazhdojnë ende të mos e respektojnë këtë rregull. Ani pse qytetarët janë njoftuar për termin e hudhjes së mbeturinave inerte, mbeturinat vazhdojnë të hidhen kudo, ndërsa qytetarët thonë se Prishtina ka pasur probleme me mbeturinat edhe më herët, por jo në këtë përmas. Mbeturina shumë janë të na pengu. Jo veç neve, veç edhe kush vjen këtu e ka një pasqyrë të keqe. Ka qenë Kosova gjithë me mbeturina, në qitë mos. Prishtina është katastrofë. Një banor i lagjës Kodra e Trimave thotë se masa duhet të jenë më të ashpra. Në kompani atje, i kom bo kërkesën me shkrim, edhe sot e asoj dite na vjen një herë në mujt, ose prej viti 3, deri sot 7 herë këtë na kanë marrë bërlogën. Jo 500 euro, po 5.000 euro gjobën e kësha bo, nëse dikush gjunë kus duhet. Mirë po, kompania ose komuna ose ai që e bën këtë gjob, ai do të mos me lënë, do të më marr bërllogën për çdo javë. Edhe qytetarit do të më pagu ata. Jeknena nuk e merr bërllogën, atë gjobën e ka bën 500 euro. Ndërkohë, pikërisht për këtë problem, kompania e pastrimit tashmë ka paralajmëruar qytetarët se do të gjobiten me nga 500 euro. Një masë që mbetet të shihet nëse do të mjaftoj për t'i dhënë fund këtij problemi që po e mbulon Prishtinën me mbeturina. Një lajm